Rikthehemi në studio për të mirëpritur në fakt një figurë që nuk i përket vetëm fushës të futbollit, por një njerëz që ka kthyer pasionin në sportin dhe një vizion për të madh për të ardhmen e tij. Nga stadiumet e Gjermanisë, Belgjikës, Rumanisë dhe Shqipërisë deri në drejtimin sportiv të klubit futbollistik të Shkupit. Është një histori përkushtimi, disciplinë dhe vullneti. Sot ajo është në qendër të një projekti që i jep një domethënie krejtësisht të re futbollit në Maqedoninë e Veriut, ka të bëjë me Barca Camp North Macedonia, pra vjen kampi i futbollit të Barcelonës në vendin tonë. Kampi i parë zyrtar i Barcelonës që ngreh flamurin në stadionin e klubit futbollistik të Shkupit, në krye me nderim në Gjipe. Ju faleminderit shumë që gjetët kohë dhe jeni sot së bashku me ne. Mirëmëngjes, është kënaqësi patjetër. Sigurisht unë dua të filloj që nga ky paralajmërim që bëm për këtë arritje shumë të madhe për sportin në vendin tonë, ka të bëjë pikërisht me klubin kampin e ri që do të merr pjesë. Fillimisht unë dua të di se si lindi ideja që të sillet ky kamp në vendin tonë dhe si ka shkuar gjithë pritshmëritë tuaja për këtë ide. Po mirë, duke marrë parasysh pas shumë viteve jam rikthyer këtu në Shkup, në Maqedoni. Ka më shumë se 5 muaj që jam inkuadru të skuadra prej ku kam filluar hapat e parë të futbollit tani FC Shkupi. Jemi duke bërë punë me futbollin edhe pse jo në një mundësi të tillë që të sillet një brand siç është Barcelona, një Barca Camp që po organizohet për herë të parë në Maqedoni. E patëm këtë mundësi dhe ta them drejtën më kontaktuan që t'jem sikur fytyrë e këtij eventi dhe e pranuam edhe është shumë mirë që po e bëjmë te stadiumi ynë në Çajir edhe do të jetë një mundësi shumë e mirë për gjithë të rinjt në Maqedoni në përgjithësi të marrin pjesë në këtë kamp i cili është për herë të parë dhe është një gjë shumë e madhe për vendin tonë. Pikërisht kur flasim për të rinjtë, cilat janë ato të themi konkretisht përfitimet që do të marrin fëmijë që do të jenë pjesë e kampit? Po çdo fëmijë që do të jetë pjesë pritet të jenë domethënë diku me numër afër 300 fëmijë pjesë e këtij kampi, të cilët do të vinë nga vende të ndryshme, do të kenë mundësinë që për 4 ditë të stërviten me trajner profesionist, me trajnerë të cilët 5 nga ta do të vinë nga Akademia e Barcelonës këtu në Shkup, do të ketë 12 trajnerë vendorë dhe po e theksoj do të jetë një mundësi shumë e mirë për gjithë ata fëmijë të cilët e kanë pasion futbollin të marrin pjesë në këtë kamp. Pas këtyre 4 ditëve i gjithë stafi i trajnerëve do të përzgjedh 10 fëmijë të cilët janë më të talentuar dhe ata për një javë apo 10 ditë në mos gaboj do të jenë të ftuar tek kampi, domethënë tek Akademia e Barcelonës në fundin e muajit gusht. Në fundin e muajit gusht. Pra kampi, nëse nuk gabon, do të fillon me 11 qershor deri me 16. 11 me 15 qershor do të jetë në stadiumin e Shkupit. Kam filluar me regjistrimet, numri është e thash i limituar, domethënë maksimum do të jenë 300 fëmijë aty prezente dhe besoj që do të jetë një përvojë shumë e mirë për gjithë që si ta themi, kjo ngjarje të përsëritet ndoshta edhe vitet e ardhshme. Na tregoni pak më shumë edhe për grup mosha, cilat janë nga grup mosha, po ashtu ka interesim mjaft të madh edhe nga vajzat, sepse kemi parë që kampi është i hapur edhe për vajzat, pra nuk dallon në fakt as pak. Po, kampi është i hapur për gjithë dhe kam filluar domethënë të regjistrohen edhe vajza, edhe që është një gjë shumë pozitive, kemi edhe trajnerë të vajza, domethënë trajnere e cila është vajzë, Egzona Jashari. Po e theksoj, është një gjë, një event i cili është mirëpritur shumë mirë dhe është shumë e mirë që të gjithë nga çdo cep i Maqedonisë po regjistrohen dhe besoj që do të jetë një gjë shumë interesante për gjithë. Është e bukur në fakt të përmendim po ashtu edhe një lajm shumë pozitiv që vjen edhe për Koçanin, pra për të gjithë ata që pak a shumë kanë qenë të përfshirë në tragjedi, po ashtu edhe klubi juaj ka humbur një lojtar, një antar të familjes suaj. Unë besoj që ka qenë shumë e vështirë, mirë po na tregoni pak më shumë se edhe vjetët të përzgjedhurit do të jenë nga Koçani pikërisht për të qenë pjesë e klubit akademik dhe për të
për ta vizituar edhe vendin katalan. Po, atëherë kjo ishte një ide jona pas asaj tragedie që ndodhi në Koçani. 10 fëmijë nga të cilët do të jenë zgjedhur nga vetë klubet atje, do të marrin pjesë në kampin e Barcelonës. Patjetër që ishte një tragjedi e cila i shokoi gjithë njerëzit këtu te ne dhe normal ne kishim një antar të klubit, një lojtar të cilin e humbëm. Ishte me të vërtet i ri, por ja, jeta, siç e shohim gjithë, jeta është kështu, po vazhdon. Për fat keq ndodhi një tragjedi e cila po e theksoj prapë, ishte shumë shokuese për ne, për gjithë klubin ton, për gjithë ekipin, lojtarët, por që shpresojmë të mos ndodhin më gjëra të tilla këtu në vend dhe të kemi më shumë kujdes për çdo gjë, sepse me të vërtetë viteve të fundit kanë ndodhur gjëra të tilla dhe shpresojmë që mos të përsëriten më. Shpresoj që të kemi mundësi të flasim vetëm për gjëra të bukura, gjëra të mira siç është edhe ky kamp të cilin jam shumë e sigurt që shumë fëmijë po e bëjnë edhe ëndrrën e tyre realitet. Të flasim pak a shumë edhe për mbështetjen apo të themi edhe komunikimin që keni me vendet rajonale, sepse kampi do të mbahet edhe në Kosovë dhe në Shqipëri, nëse nuk gabohem. Po, kampi do të jetë mbështetja dhe gjithë realizimi. Kampi do të jetë edhe në Prishtinë dhe Tiranë. Prishtina dhe Tirana do të jenë para Shkupit, edhe ta them drejtën unë tani jam shumë i zënë me futboll, me Shkupin, edhe kjo ishte një mundësi të cilën i thash që do ta bëjmë për gjithë lojtarët tonë, për gjithë fëmijët këtu në Shkup, në Maqedoni. Projekti është edhe në Prishtinë, është edhe në Tiranë dhe po bëhet kështu si ta them një rjet, të cilin besoj që çdo vit do të arrijmë ta sjellim këtu në Maqedoni. Pikërisht për atë desha të pyes, pra planifikohet që të jetë çdo vit të themi, pra tani po të themi po thurren ato kontaktet e para dhe që do të vazhdoj për një kohë shumë të gjatë, apo është një projekt afaqshkurt që Jo, është një projekt afatgjatë i cili mendojmë që çdo vit do të jetë domethënë do të bëhet këtu në Maqedoni dhe në rajon. Kemi një bashkëpunim direkt, domethënë njerëzit të cilët janë kryesor, ishin edhe javën e kaluar, unë nuk e pata mundësinë sepse isha i nxënë me klubin, nuk e pata mundësinë të shkoj në Barcelonë, aty kishte një takim dhe kishte një event i cili nga gjithë kampet e Barcelonës në për botë që janë, zgjidhen këta lojtarët dhe luhet sikur me ekipe, domethënë nga çdo vend bëhet sikur një World Cup i vogël ashtu, edhe ishte një gjë me të vërtetë shumë e bukur për të parë dhe kjo bëhet çdo vit edhe ne do të jemi, domethënë lojtarët nga një Barca Camp i Maqedonisë do të jetë vitin tjetër prezent në këtë World Cup atje. Është një lajm shumë i bukur dhe shpresoj që të ketë sa më shumë fëmijë të ri të cilët do të marrin pjesë në këtë mini lojë të vogël. Si është mirëpritur ky projekt nga institucionet sportive dhe komunikimin që keni pasur me komunitetin futbollistik në vend, por edhe në rajon? Është mirëpritur shumë pozitiv. Ne tani do të kemi edhe takime me, domethënë, kryetarin e komunës të Çajirit aty. Do të diskutojmë për gjërat sepse është një brand i njohur që po vjen te ne edhe vetë fakti që po mbahet për herë të parë në Shkup edhe në komunën tonë të Çajirit është një gjë me të vërtetë e jashtëzakonshme dhe është pritur pozitivisht nga çdo kush dhe patjetër që shpresojmë që ky organizim të jetë mjaft i mirë si vjet që të marrim akoma më shumë, domethënë, hov, si ta themi, viteve tjera. Për kushtet dhe gjitha këto organizimet i keni të gjitha janë transparente, po domethënë çdo fëmijë paguan një shumë e cila është 24.000 denar mos gaboj te domethënë të llogaritë të cilat janë nga Barcelona. E thash vinë ato trajnerë të cilët vinë 5 trajnerë nga akademia e tyre, për çdo fëmijë do të ketë çanta nga ekipi i Barcelonës edhe mirënjohje patjetër në fund të këtij eventi. Si thonë një merchandise për të gjitha ata fëmijë që do të marrin pjesë dhe unë jam shumë e sigurt që vetëm edhe pjesëmarrja në një event të tillë, në një klub të tillë, do të jetë mbreslëndëse për të gjithë fëmijët që do të marrin pjesë. Të flasim pak a shumë edhe për rolin tuaj si drejtori sportiv në klubin futbollistik Shkupi. Dua fillimisht të di se po kalon në fakt klubi një periudhë të themi pak sa më të vështirë, si e shpjegoni këtë mungesë të rezultateve pozitive në javët e fundit? Po ta them të drejtën, klubi po kalon një periudhë shumë të vështirë. Unë kam marrë të ndihmoj aty klubin siç ndoshta më takon sepse pas shumë viteve theksova që jam kthyer këtu në Shkup.
Vitin e fundit isha drejtor sportiv në Turqi edhe pas një pauze të gjatë u riktheva në Shkup edhe të gjithë shkupjan, të gjithë ata tifozë që ndjejnë klubin afër, patjetër që më ofruan, më insistuan që të bashkohem këtu. Kemi një projekt të cilin me një president të ri e kemi filluar. Është vështirë sepse nuk arritëm të hapim merkaton në janar, për pak ditë nuk na u mundsua ajo dhe jemi shumë të limituar me lojtar, të limituar në aspekt që nuk është që kemi shumë lojtar në ekip të cilët mund të jenë prezent çdo herë aty. Me një numër të vogël, me një sfond të vogël lojtarëve dhe rezultatet patjetër që do të mungojnë, por sidoqoftë ne po shpresojmë që këtë sezon ta mbyllim sa më mbar. Është fakt që rezultatet e filluan mirë pas përgatitjeve në Antalya, por që këto ndeshjet e fundit nuk është që kanë ecur mirë, sidoqoftë shpresoj edhe them që po tentojmë ta mbyllim sa më mbar këtë sezon, sa më shpejt, sepse momenti kur e kemi marrë klubin, kur ka marrë në klub, me të vërtet kemi pasur probleme të cilat po tentojmë të eliminojmë dhe shpresojmë që nga viti tjetër do të kemi një Shkup tjetër i cili patjetër që vendin e ka mes ekipeve të para të futbollit në Maqedoni, por patjetër që me këtë rast që jam këtu edhe në emision Musafir, patjetër që na duhet ndihma e çdo njerit, sepse unë kam marrë të kontribuoj për Shkupin, këtu ka njerëz të cilët janë, domethënë biznismen, të cilët spaku një gjë të vogël duhet ta bëjnë për këtë klub, sepse ky klub është klubi ynë. Dhe nëse nuk e ndihmojmë atëherë kur ka nevojë, atëherë patjetër që nuk është gjë më e mirë. Kështu që shpresoj që nga viti i ardhshëm edhe këto biznese që i kemi do të fillojnë ta ndihmojnë klubin edhe ashtu bashkarisht të ecim gjithë së bashku, sepse po e theksoj, Shkupi është klubi ynë, klubi shkupjanëve këtu edhe patjetër që duhet të gjithë të japin një kontribut për të. Normalisht të gjithë kemi si detyrë të themi qytetare për të përmirësuar gjendjen e klubit, por deri më tani cilat janë marrë masat për ta përmirësuar edhe gjendjen e skuadrës, cilat janë të nevojshme për t'u marrë ndoshta për periudhën e ardhshme? Po, patjetër që po bëhet një skautim i lojtarëve, duhet të sillen edhe disa përforcime për sezonin e ri, duhet të shihen ambicjet e pronarëve të ri dhe gjërat se si do t'i vendosin ata dhe si do të vazhdojmë në sezonin e ardhshëm. Do të jetë një ligë edhe më tepër konkurruese, duke marrë parasysh që Vardari vitin tjetër do të përforcohet shumë, Shkendia është aty dhe ne po deshëm të bëjmë diçka më konkrete, më serioze, duhet të sjellim lojtarë të cilët do të luftojnë për titullin vitin tjetër. A kemi talent në Shkup të cilët mund ta bëjnë këtë gjë dhe sa është e vështirë për t'i gjetur ata, për t'i dalluar talentot? Valbona, ta them drejtën, unë më së shumti ndoshta kam marrë me atë qëllim këtu, sepse viteve të fundit nuk i është dhënë mundësia lojtarëve të akademisë të kyçen në ekipin e parë. Edhe gjatë këtyre 4-5 muajve në ekip kanë debutuar 2 apo 3 lojtarë të akademisë tonë, që për vite ndoshta nuk kanë ndodhur. Është fakt që ka shumë talent në akademi, sidomos te akademia e Shkupit. Gati të gjitha gjeneratat luftojnë çdo herë për titull. Një fakt është shumë domethënë zhgënjyes për mua, sepse kushtet edhe vendi ku stërviten këta të ri nuk janë adekuate për një klub edhe si Shkupi edhe në përgjithësi një klub futbollistik. Unë prapë theksoj që duhet ndihma e çdo kujt që të bëhet ndonjë gjë më e mirë, sidomos për këtë rinin ton, rinin e Çajirit, sepse ka shumë futbollistë të cilët normalisht sipas kushteve nuk po stërviten në kushte adekuate. Nëse arrim ne ta rregullojmë këtë infrastrukturën edhe t'i bëjmë gjërat më profesionale, unë besoj që çdo vit do të ketë në akademinë tonë minimum 3 ose 4 lojtarë të cilët do të lozin për ekipin e parë. Ju presin 2 sfida në ditët në vijim. Në fakt, këtë fundjavë do të keni musafir të Shkëndijës në Tetov, do të jeni në fakt ju musafir, ndërsa të dielën e ardhshme e pritni Vardarin në Çajir. Si do të zhvillohet? Po, 2 derbi ndeshje. Ndeshja e parë do të jetë në Tetov, e cila për fat të keq do të jetë pa praninë e tifozëve, sepse ekipi i Shkëndijës u dënua nga Federata e Futbollit. Kjo do të ishte një festë për gjithë futboldashësit, por ja që do të lozim në stadium të boshatisur. Ndërsa ndeshja e dytë është ndeshja
kundër rivalit të përbetuar, e themi ne këtu, Vardarit në Çajir, edhe patjetër që të paktën atë ndeshje pres një stadium të përmbushur, edhe shpresoj që ekipi jon të bëjë më të mirën edhe të arrijë të fiton në këtë derbi. Shpresoj që të ketë një rezultat pozitiv për ekipin tuaj. A ndjeni presion nga tifozët apo drejtuesit e klubit për të ecurinë aktuale të skuadrës? Po, unë kur kam ardhur në krye të klubit, gjëja e parë që kam kërkuar ka qenë durim, sepse jam bërë shumë gjëra në klub të cilat nuk është desh të bëhen, edhe këto nuk ndryshojnë brenda natës. Futbolli është një proces edhe duhet patjetër që të kemi gjithë durim, sepse kemi ardhur këtu të bëjmë gjëra më të mira, na duhet kohë edhe e theksoj, ndoshta gjithë kemi dëshirë që t'i ndrojmë brenda natës gjërat, por në futboll nuk ka mundësi të tillë. Duhet të presim, të fillojmë të përgatitemi sa më mirë, ta mbyllim këtë sezon dhe pastaj të fillojmë të përgatitemi sa më mirë për sezonin e ardhshëm edhe të shohim se si gjërat, domethënë, do të marrin në çfarë kahje do shkojnë. Duam të dim, pasi që jemi në minutat e fundit, po ashtu edhe planet tuaja afat shkurt dhe afat gjatë si drejtor i klubit futbollistik të Shkupit. Keni arritur diçka të ndryshoni deri më tani të cilën dëshironi ta shprehni bashkë me ne dhe për të gjitha ato planet që duhet me patjetërsi në fakt të ndryshohen që të ketë një ardhmëri sa më pozitive për klubin? Unë theksoj çdo herë infrastruktura e futbollit maqedonin përgjithësi, jo vetëm këtu te ne te Shkupi, përgjithësi nuk është në nivelin e klubeve në rajon. Keni përmendur për disa sisteme VAR, ndoshta unë nuk është që shumë jam... Po, VAR-i është një prej tyre. VAR-i nga sezoni i ardhshëm shpresojmë që të futet në futbollin e Maqedonisë. Unë kam qenë për 3 vite drejtori i Ballkanit dhe para asaj në Shqipëri, kështu që jemi shumë brapa me Shqipërinë edhe me Kosovën. Kosova ndoshta është pranuar shumë vonë në UEFA, në FIFA, por janë shumë përpara nesh në çdo aspekt. Kështu që e theksoj, ajo infrastruktura duhet të përmirësohet sa më shpejt. Ky sistemi VAR-it të cilën e presim nga sezoni i ardhshëm është me do e mos, domethënë, të futet në futbollin e Maqedonisë. Pastaj ka shumë gjëra të cilat duhet ndoshta për 2 orë të tjera të flasim këtu, po s'kemi kohë, kështu që duke filluar nga këto ndoshta 2 gjëra të vogla, si ta themi, të fillojmë të ecim gjithë përpara, sepse normal sporti është promovuesi më i mirë, futbolli është promovuesi ndoshta më i mirë i një rinie edhe një komuniteti, edhe shpresoj që të gjitha gjërat që po i flasim edhe të gjitha gjërat që po fliten të fillojnë të bëhen realitet, sepse ka vite që unë edhe nga jashtë dëgjoj që do të rregullohet kjo, por që jemi këtu. Jemi paksa një popull që kemi shumë dëshirë fjalët, mirë po ndonjëherë fjalët nuk përputhen me veprimet dhe aksionet, të themi kështu. Do të nderim, faleminderit shumë që ishit bashkë me ne dhe përfundëm do doja normalisht të kemi një mesazh për të gjithë të rinjt, qoftë ata që duan të paraqiten në klubin e Barcelonës, që të janë pjesë e klubit të një ndër klubeve më të mira në botë, dhe po ashtu pse jo ndoshta edhe mund të jetë fati i tyre që të jetë edhe një yll botëror ta kemi nga Shkupi. Po kjo është një gjë, po e them prapë, një gjë shumë e bukur, sidomos për këta lojtarë të cilët si çdo fëmijë kanë ëndrat e tyre, dhe Barcelona është patjetër një klub, një ndër klubet më të mëdha në botë. Kam dëgjuar që janë paraqitur edhe fansat e Realit, kështu që atëherë të gjitha shkëputen. Po, të gjitha shkëputen, kështu që është e vërtet. Kështu që unë mendoj që për këta lojtarë të ri, për këta djemë të cilët edhe vajzat të cilët do të dëshirojnë të kyçen këtu, patjetër ta provojnë edhe futbollit edhe fatit asnjëherë nuk i dihet, kështu që shpresojmë vetëm për gjëra pozitive dhe të mira. Shumë faleminderit që gjetët kohën. Ju faleminderit edhe juve.